Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në fakt sot kemi puntatën e fundit të këtij sezoni. Unë kam zgjedhur për të bërë një analizë politike gjenerale për gjithë sezon politik. Azgan Haklaj, politikan, studius dhe njeri i artit, por sigurisht që sot intervista do fokusohet te politika. Azgan Haklaj, të falenderoj që je në emisionin tim. Faleminderit për ftesën. E mirë që gjeta. E bën mirë që më ke zgjedhur për të mbyllur këtë sezon. Ky ka qenë një sezon me shumë turbulenca, si për Partinë Socialiste në pushtet, si për Partinë Demokratike, por për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse ajo që ishte një ngjarje pa parashikueshme dhe ne studiuesit e komunikimit e quajmë si element që ndikon shumë në mbarvajtjen e politikës, madje ndikon shumë edhe tecuria e një kryeministi, janë ngjarjet e paparashikueshme, ato që askush nuk i parashikon dot. Sipas jush, si ishte ky vit politik? Së pari, po t'jap 2 libra. Jam Dardan i Malësisë së Gjakovës. Ti je Dardan? Sigurisht jam Dardan. Unë vjen nga Malësia e Gjakovës. Po. Falë që po ta hedhë kështu. Ti je Dardan? Sigurisht. Gjithë tropejanët janë Dardan? Dardan. Sali Berisha është Dardan? Dardan është Sali Berisha. A thash se do thoshe jo ai jo, nuk është Dardan. Ja, po. Jo, thash me që ke kështu armik politik edhe. A unë armik politik. Politik, po. Armik politik po them. Manifesti i kombit shqiptar. Si manifesti? E pas ke kopju nga Karl Marx. Manifesti i kombit shqiptar. E pas ke kopju nga Karl Marx Azgan Haklaj. Fjala manifest nuk është e Karl Marxit. Po e kujt është? Ai e ka përdorur në titull të librit, manifesti. Manifesti i kombit shqiptar Azgan Haklaj. Po do ta lexoj me shumë kënaqësi analiza, ndërsa më tërheq më shumë ky. Me thënë drejtën, jam Dardan. Ai do të tërheq, ai është një libër shkencor. Po? Është një kërkesë, sepse është në një dosje. Është një kërkesë që është bërë Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Tropojës. Që? Për t'ia hequr emrin Tropoj. E për t'ia vendosur Malësia e Gjakovës. Sigurisht që tani kush e ka bërë propozimin? Propozimin e ka bërë Unioni Artistik i Kombit Shqiptar dhe Akademia e Rënjët Tona. Kujt ja keni bërë? Bashkisë Tropoj. Po se bashkia e vendos këtë, se vendos bashkia këtë. Vendos Këshilli Bashkiak e përcjell qeverisë. E pra se do Po pra. Po ju jeni Këshilli Bashkiak do e pranoj si ke informacionet? Do Tropoja të hiqet emri Tropoj dhe të vendoset Gjakov. Malësia e Gjakovës. Malësia e Gjakovës. Si që ka patur. Tani, kështu, pse kërkoni ta hiqni emrin Tropoj? Kërkoni ta hiqim sepse është emër slav. Çfarë do të thënë? Tropoj? Tripolje, trifusha. Tripolje. Po futesh thjesht në Google sot dhe të del emër slav. Tani, me sa mbaj mend unë, Zogu ja ka hequr të vendimi në vitet kur ishte mbret. Në vitin 1938, Zogu ka hequr, domethënë parlamenti i kohës së Zogut, që e ka dekretuar dhe mbreti Ahmet Zogu, ka hequr diku 28 emra, mes cilëve dhe emrin Tropoj. E ka patur Tropoja e vjetër, pra Tropoja e vogël, të fshatë ka patur. Dhe si u bën kohën e Zogut? U hoq pastaj. E pra, u hoq emri Tropoj, dhe si u vendos? U vendos te Trifush. Trifush. Përkthimi do të thotë. Përkthimi, po u vendos Trifusha. Po, në atë kohë. Në atë kohë. Po, dhe nuk është hequr nisur nga dokumentacioni shkencor, po vetëm nisur nga pikpamja patriotike, nacionaliste, sepse s'kishte dokumenta do të thënë. Po, dhe më pas kush e ktheu emrin Tropoj? Enver Hoxha. Në cilin vit? 1946-47. 46-47. E ktheu dhe bëri me ndarjen territoriale, sepse u bën 2 ndarje territoriale, 45-46, domethënë dy shumë shpejt. Gjithë hapësirës. Po? Pastaj vendosi emrin Tropoj. Pra, Nika Mbërturi, Gashi, gjithë mori emrin Tropoj. Kastia Bytyrçi, gjithë e mori emrin Tropoj. Po, qyteti Baramcuri? Qyteti Baramcuri. Kur e mori emrin Baramcuri? Qyteti Baramcuri që në vitet Enver Hoxha ka vendosur, diku në vitet 60-70. Ma ngjitje ajo. Po ngjitje. Shajnë Hoxha, po ngjitje Baramcuri i shkon, me thënë. Baramcuri i shkon sepse Baramcuri mbetet tribun. Ai është ikona e Tropojës? Absolutisht është ikona e Tropojës në të gjitha momentet historike, është në kahjen pozitive. Lerja të prallë. Ishte armik i Ahmet Zogut. Po lerja të prallë. E vrau Ahmet Zogut. Lerja të prallë. Po s'është e vërtetë. Po kush e vrau? S'është e vërtetë. Po kush e vrau? S'është e vërtetë. Po Kunati e vrau? Po s'është e vërtetë. Kryeziu e vrau? Po s'është e vërtetë. Ka bërë dhe foto atje? Po nuk është e vërtetë. S'është shumë mënësore ajo. Nuk është e vërtetë. Fotoja është dokument, zoti. Fotoja është dokument i vrarë dhe pastaj i vrarë dhe ai ka pozuar me kufon. Kryezit, po. Po pra, kryeziu. Po dhe kryezit ishin përplasur vetëm me Ahmet Zogun. Jo, më vonë. Po s'ka më vonë më herë. Edhe kryezit, sepse ti je njohur si mirë historistë, më pëlqen domethënë debati me ty. Jo, vrasin e U vrasin në Krum pastaj. Kush?
Bayram Curi, pra. A varrosën fillim në shpellë? Po, varros në Krum. Po? Po dhe ai thotë Gjur Altin dhe Ravreti, po mbledh Katrin Mehmeti, Gjur Altin. Zoti Aklaj, ju keni thënë që kryeziu e vrau Bayram Curin për llogarit vet, jo për llogarit të zogut? Ja. Unë se besoj që ka vrarë për llogarit zogut. E ka vrarë për llogarit vet? Për llogarit vet dhe për llogarit shërbimit. Apo ti po thuaj një gjë të jashtëzakonshme? Se? Do të thënë që kjo e përmbys versionin zyrtar, sepse të gjitha versionet konvergjojnë që Ahmet Zogu vrau Bayram Curin, sipas te nuk e ka vrarë. Arsyeja. Po ai doli kundër atij me armë tani. Po kemi edhe akuzohet edhe për Elezi Sufin Bayram Curi, edhe për Luiz Gurakuqin, Riza Serovën. Po janë të gjitha akuzat, po si, nuk janë të vërtetuar. Do ti po hedh poshtë historinë që Bayram Curin e ka vrarë kryeziu, si ishte prefekt i në atë kohë, i Krumës. Po për plasje të kryezive i din me Zogun? Po patjetër ai ishte kunati, po ai e vrau. Po pra, ai e vrau në Prag. Luiz Gurakuqin e vrau me Zogu. Po kush e vrau? Se kush e vrau? Po Riza Serovën kush e vrau? Po Ahmet Zogu e vrau Riza Serovën, kush e vrau tani? Ça? Edhe këtë do të kush e vrau? Ti thua kushtoroj që i këmbzën. Të gjitha ju i quani vrasja që i ka bërë Ahmet Zogu. Tani është një dokument që kur mëroj emisioni po ashtu do ta dërgoj politikin në studion shtëpi do ta dërgoj që e thotë që filani i ka dokumenti dhe prova mund vendos. Megjithatë ti po jep një lajm që i është propozuar Këshillit Bashkiak të Tropojës që të ndryshohet emri të Bashkisë Tropojës, të ndryshohet emri nga Tropojë në Malësia e Gjakovës. Sigurisht që këto janë procedura që do kalojnë një herë në Këshillin Bashkiak, pastaj do kalojnë në qeveri dhe prapë Edi Rama i ndor. Po, prit tani. Se e nisim emisionin. Po pra e nisim nga librat pra. Nisim nga librat, bukurit. Tani, Ahmet Zogu ka një merit jashtëzakonshme zotëri për rujtjen e shqiptarizmit. Në ç'kuptim. Ahmet Zogu qenë nga Presheva, Tuzi, Çamria ishte mbreti i shqiptarëve. U bë diga e ndalimit të vershinave bolshevike mbi 30 vite. E sigurisht propaganda e shfrenuar bolshevike e komunizmit ka bërë punën e vet. Gjithçka ka ndodhur për keq që ka veshur Ahmet Zogut. Ahmet Zogu është themeluesi i shtetit modern shqiptar. Dhe këtu e mbyllim historinë për Ahmet Zogun. Sot se do të sjellë një libër tjetër. Pa e më kështë sjellë o tani? Jo, do të sjellë një libër tjetër. Sultanat mesjetar apo demokraci. Sot, prit pa do shkojmë të sot, po. Do të mbaroj me këtë. Dhe ti pret që Rama ta firmosi këtë? Po pse të mos e firmos Rama? Po do merret me ty Rama dhe me Tropojë. Ai ka 100 gjëra tani i zjen mendja. Po merret me pse çam ditë mua. Po jo, i zjen mendja kam fjalë lore. Po tani me mua është se i thash një rrugë për Fanoli i vuri emrin e Shëngjinit. Po prit tani. Wilson e di këtë ti? Po prit tani. Dhe Rama si thash unë, zbato vendimin. Po tha, atje ka mendjen unë tha. Madhështisë i gjonizohen këmbët para modestisë. Por për te modestisë, me duhet të them disa të vërteta. Me mua është marrë Ilir Meta. Me ka futur në burg, e kom thyrë dhe kom dalë deputet nga burgu. Po, një kazus... Po, Ilir Meta ka bërë një ser akuzash ndaj meje. Gjithë kodin penal e ka vendosur në shtëpinë time. Dhe pas Ilir Meta është bërë president, ka ardhur në Tropojë diku pas 20 vitesh. Po? Dhe më ka ndëruar me titullin me urdhrin kalor si urdhës Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ilir Meta? Ilir Meta. Ai që të futin burg thotë. Po, dhe unë kam thënë kështu. Çeka. Më vjen mirë që presidenti Ilir Meta ka rrezuar kryeministrin Ilir Meta. Dhe vjen në Malësinë e Gjakovës dhe ndëron milionin në artistë të drejtorë. Kështu i the, Po absolutisht. Do të thonë kryeministri Ilir Meta të futin burg. Presidenti Ilir Meta të dekoroj. Po, më dekoroj. Dakor? Tani, zgan nakla. Tani, në vitin 2011, Rusia ka bërë notë proteste kundër Azgan Haklajt. Rusia? Rusia. Kur? Vitin 2011. Notë proteste? Notë proteste. Ja ku ke zotëri. Si proteste? Pse të futën burg? Notë proteste. Pse? Nuk thash futën burg. Ja ku ke. Ja, një sekundë. Dhe çfarë thot? Ja, Rusia. Dhe çfarë thot? Ja, një moment. Rusia bën notë proteste kundër Azgan Haklajt, sepse në Preshevë
Ne kishim një aktivitet. Po, më ke thënë dhe njërë. Ka thënë dhe herë tjetër. Po, e ke thënë dhe Tani, Rusia bën not proteste, dhe kam thënë dhe herë në emisionin tënd dhe e ke vërtetuar, që pas humbi minuta duke kërkuar lajmin tani. Pra Rusia bën not proteste ndaj Azgan Haklajt dhe pasohet nga gjithë bota slave. Tani, para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut ndalon kufi. Si? Para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut me ndalon kufi. Si ndalon kufi? Kishe duke shkuar në Shkup? Unë ishe duke shkuar në Shkup, i ftuar në emisionin e mëngjesit, ritmi i ditës në televizorin shtetëror me dyshi të Shkupit në gjuhën shqipe. Dhe kisha i takim në Radush për një aktivitet që do bëhet më ndonë. Qartë, dhe të ndaluan ku? Në Libër të Madhe. Libër të Madhe? Si dalën policia? Policia. Si të thanë, nuk të lejoj të futesh në Maqedoni? Po pra... Do të t'jenë në ngrata? Si ta themen? Jo, kur ndalojsh futesh në ngrata? Po pra, njoftova ambasadorin Mejdani, njoftova zotin Ali Ahmeti. Ambasadorin e Shqipërisë në Shkup? Po, që mori po të angazhim të jashtëzakonshëm, me mora Ali Ahmetin, kryetarin e BDI-s, sfinksin e qendresës shqiptare, i cili më dërgoi pastaj deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe konkretisht Ilir Hasanin, dhe u futëm në Maqedoni, dhe... U futë pastaj? Po, diskutim. Dhe gjetën histori dhe për të kthyer. Çfarë bën kur të kthyer? Po, pse i ndalonin pra? Jenë sistem. Po me çfarë thanë ata? Po jenë sistem ose tani. Nuk kuptimi çfarë ishin sistem? Sistem për bllokohesh me hyrjen në Maqedoni. Për çfarë? Arsyeja. Se unë sa isha në Itali, isha në Francë, Zvicër, bilen nga Italia, nga Sanremo, erdhën me trofe. Tani, në Maqedoni ke probleme. Kur kanë filluar këtë problem? Pas 17 tetorit. Kemi qenë këtu. Po. Ka filluar protesta në Tiranë, kam qenë moderatori i protestës, dhe në Shkup me 13 dhjetor, dhe kam qenë në Strasburg, në Kosovë, në gjitha protestat e organizuara për gjemë të UÇK-s që ndodhin në Hag me akuzat që sharak. Do ti po shkove në Maqedoni ata ndalojnë. Po në Serbi, në Beograd ke qenë? Kush më lejo të hinë në Serbi? Po jo, ke tentuar? Jo. E kam fjalën në Preshev? Jo. Që atëre? Që në 2011 s'kam qenë. Që 2011 s'ke qenë? Jo, jam falë, isha. Kur? Isha para një viti. Po të lanë? Pas shumë përpjekësh u futa. U futa. Po në Malzi, ke probleme? Jo, në Malzi s'kam problem. Po në Çamëri? Do dhe në Greqi? Në Greqi se kam provuar. Se ke provuar? Provoj njëre se? Se di. Se... Unë kam bërë 11 vjetë festivalin Kënga dhe Vallja Shqipe. Okej, tani vim të kjo që baza e intervjistës që unë të kam thirur. Si ishte ky vit politik, zoti Aklej? Kjo ishte e thatë shumë bukur, vit me turbulenca. Para zgjedhjeve kam qenë këtu në të studio. Po, ke qenë fushat? Dhe bëra një deklarat. Rama dhe Berisha janë bashkë. Ju më këndështuat. Thatë Rama, Berisha dhe Meta po. Dhe doli me të ma pik për pik deklarata ime. Rama dhe Berisha janë... Jo, dhe unë ashtu mendoj si ty, po kam frikë se mos jemi të dy gabim. Pse? Se duhet ta vërtetojmë këtë. Ja ta vërtetojmë. Si? Është një popull që del në shesh dhe thot Rama dhe Berisha janë bashkë. Jo, ata thonë Rama në burg, Berisha në burg. Rama në burg, Berisha në burg, opozitë e shqitur. Mos harro pjesën opozitë e shqitur. Madje kanë shkuar dhe te Selia. Dhe te Selia. Opozitë e shqitur. Si është opozitë e shqitur? Po pra, sepse i ka dhënë vulën zoti Rama. Ti je dakord me këtë që opozita është e shitur? Po patjetër. Po ta vërtetojmë. Po te kush është e shitur? Po është shitur te Rama. Po si, duhet ta vërtetojmë këtë. Po ta vërtetojmë pra. Kush ja dha vulën zotit Sali Berisha? Kemi mazhorancën e zotit Rama. Pra kemi pushtetin e kapur nga zoti Rama. Dhe kemi opozitën e kapur nga zoti Berisha, mendimin e zotit Rama që i shërben po zotit Rama. Ti vërtetojmë. Pra vulën ja ka dhënë zoti Edi Rama Sali Berishës. Dhe ndaj populli thot dardha e ka bishtin mrapa. Sepse Rama i kërkoi... Bën dardha në tropoj? Sigurisht. Bën, a? Po Rama i kërkoi... Bishtin e ka lartë, pse e thonë e ka prapa? Lulzim Bashës të bënte një marrëveshje për të goditur drejtësinë e re. Konkretisht Spakun e GKK-n. Para zgjedhjeve. Ai nuk pranoi dhe ai bëri kompromisin e dhimbshëm për demokracinë. Akoma te Luli jeti. Po kjo është Luli akoma. Kjo është vërtet. Kush Luli më? Kjo është vërtet. Dije ke parë që Luli? Luli ishte në shtëpinë e bardhë. Kur? Në 250 ditorë. Mos më thoj që do kthehet Luli në politikë, asgan. Nuk do kthehet. Me pyetje ku ashtu. Nuk është në shtëpinë e bardhë Luli? Ishte në shtëpinë e bardhë. Ishte në shtëpinë e bardhë? Në rastin e 250 ditorit të shpalljes së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ishte Luli atje? Ishte Luli atje në sallën VIP. Se ti ke dëshirë këto detajet.
Dakord? Dhe Rama çfarë do të thënë ka kjo? Dhe Rama dhe Berisha Po? nuk ishin as te rruga e Elbasanit. Asnjëri as tjetër fakt nuk Asnjëri ishin. as tjetër. Në ceremoni. Nuk ishin pra. Jo, ceremoninë e bën te Pallati i Kongreseve, ëh? Nuk ishin as te Pallati i Kongreseve, as te rruga e Elbasanit zotëri. Po pse? Po s'kishin ftesë. Pse nuk u ftuan? Po s'kishin ftesë asnjëherë. Se për Berishën pritej në fakt të ftoj. Po pse nuk u ftuan? Se atë e hoqën në ngratën e thirrë. Si hoqën në ngratën. Jo, këtë drejt. Nuk e hoqën në ngratën, i dhan okej për një vizë. Ne na duhet ta sqarojmë këtë. A tani na sqaroj tani. Si është puna? Tani, Berishës i është hequr rrjedhimisht në ngrata? Jo. Berisha lejohet të marrë vizë në Amerikë. Pse s'ka ikur? Pse s'ka marrë vizën? Po s'ka aplikuar. Nuk ka aplikuar? Pse? Jo. Po pyeteni Berishën. Berisha tha, çfarë do të thënë kjo? Berisha Pritani, tha- na sqarojnë çik mirë. ti sqaroj për gjithë. Ej, so kompliketit jeni ju tropojanë do. Si? Do shumë të komplikuar jeni. Dëgjom. Un kam gjithmonë një marrëveshje me ty, me të gjithë ata që shkojnë në studia. Po? Nëse un kapem në rren, un nuk shkoj më në studio. Jo, na shpjego thash. Po ta shpjegoj pra. Po, pra. Ta shpjegoj. Berisha tha, erdha unë. Po. Po ku ishe? Ku ishe që erdhe? Këtu ishe. Tha, ma hoqen. Ka. 15 minuta, tha, me ka marrë telefon, e ngarkuara me punë, e qira. Çfarë i ka thënë ajo? Çe ka thënë? Keni të drejtë të aplikoni për vizë. Po? Jemi dakord deri këtu? Po? Dhe Berisha s'ka aplikuar për vizë. Kur i jep këto leje të kufizuara Shtetit e Bashkuara të Amerikës. Japin për arsye madhore, ta heqin në ngradën, për interesat të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Po? dhe kanë lejuar për shembull Gaddafin, Saddam Husseinin, kanë lejuar që në OKB të marrin pjesë, sepse OKB-ja ka një status ekstraterritorial. Bani një përpjekje Berisha dhe nuk e arriti dot para një viti gjysmë 2. Dhe tani ata t'japin leje të kufizuar për arsye madhore, për arsye diplomatike, politike Dhe shëndetësore. Dhe për arsye shëndetësore. Po. Berisha bëri kërkesë E bëri kërkesë. për një vizitë shëndetësore. E bëri. Dhe ata ju përgjigjet. Tani Berisha nuk shkoj. E tha do pres një aktivitet kombëtar. Si ju përgjigjen ata? Se a bëri aplikim ai për vizë? Nuk bëri pra, ky bëni kërkesë. E kërkesë, jo vizë. Po e bëni kërkesë, po ky s'ka bërë kërkesë për vizë. S'ka bërë kërkesë. Po pse sipas jush nuk e ka bërë? E din Berisha. E din Berisha pse s'ka bërë kërkesë. Po jo, ti di në një gjë më shumë se ne them unë. Pse s'ka bërë kërkesë? Si s'ka bërë kërkesë? Çfarë dyshon? Po Berisha ka frikë si shkon e s'kthehet. Si shkon këtë? Po pra, normal. Shiko, është problem shumë i madh zotëri. Kur zhytesh, Donald Trump ka firmosur vazhdimin e situatës në Ballkan edhe një vit tjetër. Apo jo? Do të thënë, do të jenë në mbikëqyrje të sanksionuarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i hoqin në ngratën Dodikut për arsye madhore, sepse plotësoi kushtet që i kërkonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi dakord deri këtu? Po? Dhe ka patur një përpjekje, e kemi trajtuar edhe herë tjetër studion tuaj, që në emër të sovranizmit të institucionalizojnë anti-amerikanizmin. Kjo ka qenë një përpjekje e stërmunduar e këtyre sovranëve për shkak të interesave të tyre utilitare, pragmatiste. Për shembull, marrim zotin kryeministrin Rama. Me kushtetutë, ne kemi një aleat strategjik. Amerikën. Po, ai ka bërë 100 aleat strategjik. E ka bërë aleat Vučićin. Jo, Alas e ka bërë Vučić. Ka qytë Po t'jemi vlau. korrekt. Si vlau im i ka drejtuar vllai im Vučić. Është shumë se kështu. Tani, po jo aleat strategjik Serbin tani. Po aleat strategjik pra Open Ballkani. Open Ballkani. Po, shiko, tani ti je për fqinjësi të mirë apo çfarë? Open Ballkani. Po nuk mund të shkojë Shqipëria Po unë jam për fqinjësi. në BE, nëse edhe Serbia futet në BE dhe të kemi marrëdhënie lufte. Unë jam për fqinjësi të mirë. Po ti marrim tani. Zoti Vučić po bën ka një platformë të spastrimit etnik të luginës së Breshevës me pasivizimin. Ora ai është kriminal, Një platformë inxhinerike. Prit. Por ne jemi shumë ndryshe nga serbët. Një platformë inxhinerike kjo, apo jo? Po patjetër. Dhe tani më vjen shumë mirë, e prapë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që vendosin një investigim 6 mujor, 6 mujor në Preshevë. Pra, tash janë Komisioni Politikës Jashtme, ka ngarku i Kongresit
i kërkon që të investigoj këtë situatë në Prishtinë. Mirë për çfarë? Antarja e miqësisë, ajo që thoni ju, Shqipëri, Serbi, Ministri i Administratës Publike dhe Pushteti Lokal ka bërë një deklaratë turp. Ka bërë një deklaratë. Pra, po tisha unë, thonë, në vend të Miloševićit, dhe ta kisha spastruar krejtësisht Kosovën. Mirë po, shkoj me tej. Në vend që Vučići të denonconte të këtë deklaratë, Vučići shkoj me andej. Në kohën që ndau diplomat për kadetët, tha Kosova me kushtetut është pjesë e Serbisë dhe ju keni të drejtë ta mbroni me armë. Deklarata e atina që ju thoni fëqinësi e mirë. Jo, fëqinësi e mirë që them unë, u do thotë që të kesh marrëdhënie të mira me Vučićin. Jo, kur ai bën, sidomos kur bën këtë deklaratë. Ma kupto këtë se na ndjekin njerëzit dhe e keq kuptojnë. Kur e ka bërë? Fëqinësi të mirë, Shqipëria, shqiptarët nuk ka kaluar në një territor tjetër, Asgan. Ne kemi qenë në territorin tonë. Po pra. Kemi qenë në territorin tonë. Këtë po them unë. Po tani po të them një gjë. Meqenëse se me prezantova dhe këtij fushës artit. Në UNESCO është pranuar Xhubleta, 4000 vjeçare. Lahuta, që është shpirti i eposit Krishtlindër, Lahuta shqiptare. Çka dëshmon kjo? 4000 vjet më përpara ne kemi qenë të veshur. Kur gjerët kacabereshin pemëve të zhveshur. Dhe ushtria serbët akoma ishin pemë. Po, dhe ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë mbrojtëse. Po sa pararësit e serbëve ishin akoma në pemë. Jo me symse. E kanë ardhur dhe për këtë luftë, dhe për këtë luftë ka 6 vite që drejtuesit e saj ndodhen në Hag. Dhe kur e bëri deklaratën ministria në përvjetorin e masakrës së Srebrenicës. Që është akoma me rëndë. Po që është akoma me rëndë. Por a ka masakrat e shqiptarët? Sepse Parlamenti i Shqipërisë mirë ka bërë, ka denoncuar masakrën e Srebrenicës. Po, kemi masakrën e Bihorit. Shiko, do kthehemi sërish se do të pyes për UÇK-n, po ta mbyllim këtë të Shqipërisë të Berishës, se më kalove nga ndërrëzimi artificial të amerikanë në Vietnam. Do të kthehemi përsëri aty. Tani mbarojmë këtë të Berishës dhe hidhemi te ajo. Jo, se ke mbaruar Berishës. Berisha nuk ka shkuar në Amerikë. Po Berisha nuk ka shkuar në Amerikë, po Berisha i ka shërbyer Ramës dhe demokracia është e marrë peng nga Rama Berisha. Tani kam një pyetje. Kemi sultanat mesjetare apo demokraci. Kam një pyetje tropojançe. Tani kam një listë këtu që janë gjithë tropojanë në politikë, që janë gjithë armiq politikës së Sali Berishës. Besnik Mustafaj, Lisandër Hoxha Miriu, edhe ky armik politik, Asgan Aklaj, Azem Hajdari, Besnik Gjogecaj, Aleksandër Biberaj, më thuaj një tjetër? Ka marrur Biberaj pse Aleksandri Berishën? Jo, kritikoj tani shumë ashpër po dëm. Po, shumë mirë, po drejt kritikoj. Po pra, ka ndonjë tropojan tjetër që ka marruar në politikë flas, që është bër armik politik me Berishën? Po djali Besnik Mustafaj aty është zgjedhur strukturat e partisë. Andi Musafaj. Dhe Andi Musafaj. Edhe ata po e vën tropojan. Po tropojan është se si është. Ai francez fare vërtet, s'ka lidhje fare me tropojën, po. Jo, po përçi. Tani ka ndonjë tropojan tjetër? Si çeka kjo është francez. Ka ndonjë tropojan tjetër këtu? Jo, prit më këtu më rrit tek ta. Ka ndonjë tropojan tjetër politik që është bërë armik politik i Berishës? Do të thënë, Besnik Mustafaj, Lisandër Hoxha, Asgan Aklaj, Azem Hajdari, Besnik Gjogecaj, Aleksandër Biberaj, Andi Mustafaj është toveti. 7 politikanë që kanë bashkëpunuar me Berishën, keni bashkëpunuar me Berishën, pastaj jeni bërë armiq politik me Sali Berishën. Rudina Hajdarin, si e quhen? Po, dhe Rudina Hajdarin. Jo, si e quhen? Armike apo mike? Armike politike. Okej. Ose kundërshtare, po. Kundërshtare, se fjala armik është. Po, fjala armik nuk më pëlqen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi ndonjë tjetër? Tani, si ka mundësi që këta 8 figura edhe intelektuale, se nuk mund të themi thjesht politikanë, se që nga Besnik Mustafaj, që nga Besnik Gjogecaj, një profesor në Universitetin Bujësor, që nga Aleksandër Biberaj, edhe ai profesor, por edhe Lisandër Hoxha, edhe pse është i ri, edhe ai pedagog, juve me një aktivitet jo vetëm politik, Andi Mustafaj, një i ri që Vendim Demaj. Vendim Demaj? Po ishte kryetari i Bashkisë Kamzës, një nga gjemt më të fuqishëm Çka tropoja? Në UÇK, po. 9. Me gjeve një t'ja bëjmë 10 që. Ti themi e gjejmë rrugës. Jo, tani. E gjejmë rrugës duke. Tani, jo, do rrim këtu tani. Si ka mundësi pyetja, zoti Aklaj, si ka mundësi që nga bashkëpunëtor këta tropojan, kjo listë tropojanësh, se po nëse të kujtohet i 10 do më thuash, gjatë bisedës, janë bërë kundërshtar të Sali Berishës. Çfarë kanë ndodhur? Po të kthej te Luli prap.
se ke qef. Aman më me lulin. Kur e prezentoi Berisha Lulzim Bashën, tha, ky është Mesia. Mesi. Mesia, i rrirë nga... Jo Mesi, Mesia. Nga sjellin tokë, ka bërë këte, ka bërë atë. Pastaj ja listoi zotit Rama, po ti kishte dyjet njerëzore, nuk do t'i bëja ato që... Po Basha nuk ishte antropoja. Pret tash. Po prandaj pra. Dhe kur e solli si resi të madhe. Dhe tani kur u përplas, tha më mirë të mos kishe lindur. Më mirë të mos kishe lindur, tha. Deklaratë të Berisha, i kanë ndenjë nga kjo ardhur dhe do ishte më mirë të mos kishe lindur. Se maj mendu këtë, pse kështu tha, më mirë mos kishe lindur? Unë ma mend për kujtes të... Jo, e besoj. Dhe tani, pse ta lidha më atë? Sepse Berisha kur i propozon për deputet, kur i afron, po janë më të mirët e botës. Dhe kur përplasen për shkak se ata kanë identitetin e vet, janë më të këqijtë e botës. Atëre Berisha, po këta janë tropojan. Berisha dhe Rama i ka shndërruar historia nga Nostradamus, si ja kanë vesh vetës, e kanë pakzuar veten në Nostradin të politikës. Nga mëngjesi gjendarg, gënjej, dhe gjithë gënjeshtat i kanë në një mënyrë tjetër, jo si herën e tjetër. Kjo është problemi. Pra, nëse nuk shkon në vathën e Nostradinit... Tani, ka një tropojan aty që është akoma mirë me Berisha? Nuk e ti. Doli e fundit. Kush? Bezise pak i zbutur, Iliriana Kuçana. Mulizimi i partisë. Po se Iliriana nga është? Tropojane. Po atëre 10 Iliriana Kuçana më qo, Iliriana të kërkojnë ndjesë Iliriana. Po në thash pra të... Thash si ta... Jo, si ajo e tronditi fare për dëmë, qa thua ti? Gjatë rrugës më të gjemë dhe i qeter. Jo, 10 kaq, se unë dekaloge kam. Por ka një problem tani. Tani, 10 tropojanët që Berisha i ka armiq politik, i ka kundërshtar politik. Ka një problem. Në studio televizive kam qenë në debate me bijën e Tropojës Ilirianën, me avokatën Alese Balliu, me avokatin Mërkoçin, me shumë njerëz që të nxirrin sytë për Sali Berishën. Dhe tani, pas 2-3 vitesh, u shtërruan në kundërshtar dhe armiq. Po flamurtar kundër Berishës. Pra unë e thoja, mos ngutni, pritni. Jo, problemi është këtij thjesht. Jo, tani më fal vetëm një gjë. Ti marrim me radhë dua një fjali për sesi. Jo, këtu, asgan, të lutem. Të lutem. Po nuk merrem unë me... Pse? Besik Musafaj, nuk do thuash dy fjalë? Po nuk merrem me emra personal tani. Jo për emra personal, po marrëdhëniet e tyre me Berishën. Po çfarë marrëdhëniet e tyre me Berishën, ato janë publike marrëdhëniet e tyre, s'kem si të analizojmë. Atëre, Besik Musafaj, Lisandro Hoxha, më fal, Azem Ajdari, Besnik Gjongecaj, Aleksandr Bibere, Andi Musafaj, Rudina Ajdari, Vendin Dema, Iliriana Kuçana dhe Azgan Haklaj. 10 tropojanët që janë armiq politik të Sali Berishës. Kundërshtar politik. Kundërshtar? Fjala armik është shumë e rëndë, e ke kështu ti armik. Është rëndë i fjalës. A bën dot Sali Berisha pa ndihmën e këtyre 10? Sali Berishës nuk i intereson a bën dot. Po çfarë? Sali Berishës i ka interesuar dhe ajo që i ka interesuar e ka marrë. Ka marrë vullën nga zoti Rama, pra nga Belinda Balluku, nëpërmjet konatës saj, të motrës. Pse nuk e bën publik dosjen Balluku këta të PD-s? PD-s e rithemelimi. Është gjithë një PD rithemelimi, Jo, është PD-ja. PD rithemelimi. PD rithemelimi. Mos më thuaj që Basha po vazhdon akoma. S'ka lidhje, mos ta bëjmë me Bashën, aq sa Jo, ka bërë pa dinë gjykat. Po dinë gjykat, po sigurisht është. Po Basha ka bërë, kush e ka bërë? Rekursi në gjykatën e lartë. Ka 2 vjet e 2 muaj që rekursi është në gjykatën e lartë. Tani, po pse vonohet kaq shumë? Po tani pra. Kush e ka bërë pa dinë në SPAK? Për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar, me falsifikim vulash, stambash e formularësh. Gazmend Bardhi. Ka bërë pa di. Pa dia e ka emrin Gazmend Bardhi. Për vepër penale të një grupi të strukturuar kriminal që ka përgabitur Partinë Demokratike. Gazmend Bardhi. Gazmend Bardhi është... Kjo është perel fare. Gazmend Bardhi është në kryetari i Sali Berishës. Kryetari i grupit parlamentar. Jo, vetëm nën kryetar dhe kryetari i grupit. Po
Zgjedhur aty me ndryshime statutore pa votim. Po, me ndryshime statutore pa votim. Pa votim, pa vot. Tani, vazhdojmë. Gazmen Bardhi ka paditur Flamur Nokën për shtëpinë. Njëri është sekretari i përgjithshëm, tjetri është nënkretar. Zonja Ilirana Kuçana, një zonjë shumë e nderuar, thotë mulizimi i partisë. Për të bërë karrierën parti, duhet të kalosh nga zyra dhe mulit. Çfarë do të thënë kishte? Shumë e rëndë kjo, zotëri. Tani, vazhdojmë. Jo, më shpjegoni çik këtë më çfarë do të thënë kjo? Po si muli vendos fatet e politike të partisë? Po, kur thot një grua që të bësh karrierë. Po e bani deklaratën publike mo. Po si shkojnë atje dhe bëjnë karrierë? Bani deklaratën mo. Flamur Nokën certifikon. Po shumë e rëndë. Po si nuk është shumë e rëndë më zotëri. Tani, kthehemi tek betejë. Sheshi, sa i të pëlqen ty? Sheshi, Rama në burg, Berisha në burg. Opozit e shitur. Mira, të se vendos protesta, kush do futet në burg? Pretoni, kush futet në burg e vendos Spaku. E vendos gjykata? Po Spaku. Po, Spaku dhe gjykata. Dhe gjykata vendos, pastaj Spaku. Po. Por Spaku... Po se vendos protesta. Se protesta mund të kërkoj me vot, se ata ikin me vot o asgan? Ata nuk ikin me parulla. Preto të shpjegojmë. Rama dhe Berisha ka dhënë garancit publike e ndërkombëtare si ne të dy jemi këtu. Dakor? Kur patëm folë për Trekançin e Bermudës, prap u mërzitet ti se ishte Basha. Jo, nuk mërzitem. Me emrin e Bashës. Me emrin e Bashës. Basha dojgjë një brez politikanësh. Me takuesht. Me Tashburg fatkeqësisht. Ai është pjesë e Trekançit të Bermudës. Berisha është në akuzë, e shan Spakun e çdo të hanë paraqitet Spak. Gjysma e qeverisë është në akuzë. 30 gjysma e kryetarëve të bashkisë, mbi 30 janë në akuzë. 31 deputet parlamentit të Shqipërisë. Po? Janë zotëri pa certifikat sigurie. Pra, e kemi parlamenti zonë krimi, qeveria zonë krimi dhe pushteti lokal zonë krimi. Rama akuzon Berishën, Berisha akuzon Ramën, Berisha i referohet një europarlamentari, thot Rama ku i nxjerr parat jashtë, Rama i thot Berisha shku i more $6 milion për të bërë lobingun. A i ki parë. Dhe në fund ulen bashkë dhe bëjnë marrëveshjen. Pra, njeri thot Cosa Nostra, njeri thot mafios, njeri thot kështu, dhe pastaj ulet dhe bën marrëveshje. Bën marrëveshje zoti Berisha me atë që e ka akuzuar. Nëse Berisha do largohen nga Partia Demokratike, e çlironte Partinë Demokratike që e ka marrë peng, ky Solomoni i Madh, po, bjen Rama më njëherë. Berisha është paterica Rama. Si bie Rama më njëherë, por ka që kjo është dëshirë po asgan. Po jo, është dëshirë. Asgan. Po zotëri. Tani ti je burr i pjekur dhe ke vuajtur në politikë, nuk ke. Në qeverisjen e zotit Rama kemi Ermal Beqiri zotëri, me 2 avion. 2 avion. Ke të drejtë. 2 avion. Po si i Rama? Or zotëri, 2 avion. Po si i Rama mo? Or zotëri, 2 avion. Po ke drejtë. Po me çfarë bëre para 110 milion euro? Por nuk na habit më. Nuk na habit më. Or zotëri, kemi 2 shtete. Asgan, nuk na habit më. Kemi 2 shtete. 2 shtete, brand, 2 shtete. Shtet brenda shtetit. Shteti i Agasit. Shtet brenda shtetit. Po sigurisht, shteti i Agasit. Mund atë të vebie limuzë ku thanë atë. Shtet brenda shtetit. Po, dhe tani kemi shtet brenda shtetit. Shteti i Agasit dhe shteti i Ramës. Po shteti shqiptar ku është? Shteti i Agasit, po s'ka shteti shqiptar. Ku ka shteti shqiptar këtu? Për çaj bëjmë këto libra ti? Presidenti Hirshton. Presidenti shtojqë i qeverisë. Parlamenti shtojqë i qeverisë. Dikur në çdo redaksi asgan kishte një gazetar që mbulonte vetëm presidencën. Ndërsa sot presidenca nuk e mbulon askush. Kur kemi trajtuar bashkë çështën e Charles McGonigalit, edhe atëherë mërzite. Tani po. Po jo, nuk mërzite, unë bëj pyetje. Që jo, që të jemi të qartë edhe për ata që ta ndjekin. Unë të bëj pyetje që çdo kundërshtar i yt politik do të donte ta bënte. Po dakor, bro. A kupton, unë jam gazetar, nuk ka i hapur për këtë lloj pyetje. Jo, po. Jo mërzita unë bëj pyetje të dura. Kemi Spakun, se do ta sjell atë librin, si është një skanim i situatës, Spakun përballë kërperatës. Biznes, krim i organizuar dhe oligarki politike financiare. Dakor? Kemi Spakun përballë krimit jakave të bardha. Kemi Spakun sulem nga Mazhranca, nga Berisha dhe nga Rama, me komisionin Xhafa. Dhe kemi Sheshin, që i jep mbështetje Spakut. Se Spaku nuk e rrëzon sistemin. Spaku rrëzon njerëzit e sistemit, por me provë. Cilat, pse, unë kam thënë protestë për ditë. Pse jam unë në atë protestë? Tani si është ajo protesta? Po, pse jam unë në atë protestë? Pse janë në protestë? Për ditë ke qenë? Për ditë.
Ka munguar 7 ditë që isha në Sanremo, që thash pak pësipër. Protesta, çfarë kërkon? Shqipëri e re. Shqipëri e re si? Me pallate të reja, me kushtetutë të re. Republikë 3 kërkuam ne. Jo, si do arrihet kjo? Republikë 3 kërkuam 2017. Jo, si do arrihet? Po arrihet kjo. Si? Referendum për referendumin. Modeli. Jo, si arrihet që të shkosh te ndryshimet të Azgan? Si? Po pra, çdo ditë aty ka një Nuremberg. Nuremberg që bëhet krimit të organizuar, korrupsionit. Jo, s'po më kupton ndoshta. Po Protesta e ka tronditur dhe e ka çuar vendin në një krizë politike. Unë po të kuptoj shumë mirë. Por kjo arrihet se në fund fare bëhet me vot në parlament. Ti s'u dalësh nga sistemi, tu e kam fjalë se ti ke qenë deputet. Pra ta shpjegoj. Kushtetuta e Shqipërisë ashtu ka. Deputetët janë zgjedhur ata që janë. Po. Janë ata që janë. Po. Dhe Berisha, si mjeshtri i politikës, thotë jemi përzgjedhë kushtetuese. I kyet viun. Me qeveri kujdestare, pa qeveri kujdestare. Referendum thash për referendumin. Po jo, po si do arritë referendum? Po referendumi mbledh firmat. Dhe ç'a do jetë ky referendum? Modeli i qeverisjes. Si? Modeli i qeverisjes. Modeli i qeverisjes. Ajo që kemi kërkuar vazhdimisht. Ndryshimi i modelit ekonomik, sepse këta kanë nga ekonomi e tregut lirë, kanë bërë ekonomi sociale të tregut. Modelin ekonomik shqiptar. Dhe çfarë ka rezultuar? Ajo ka prodhuar oligarkin, oligopolet. S'ka ekonomi zotni të tregut lirë. Ka ekonomi të kontrolluar nga Rama dhe Berisha. Të gjithë oligarkët që i kanë. Dhe Berisha. Po diskutojmë. Po si e vërteton ti që Berisha kontrollon ekonominë? Po diskutojmë. Ja ta shpjegoj. Si? Në vitin 2008 bën marrëveshjen? Po. Dhe çfarë bën? Hodhën themelet e Republikës së korrupsionit apo diktaturës së korrupsionit. I hodhën themelet ata dy me marrëveshjen. Burgosën demokracinë. Hoqën institucionin e votës lirë, sigur themeli i shtetit të së drejtës. Por s'kemi shtet të së drejtës në Shqipëri zotëri. Ne kemi vetëm spakun dhe gjykon shpresë. Gjykatën kushtetuese i bën Otrama, gjykatën lartë ma peng Rama, pse nuk e bën gjyqin e vulës gjykata lartë? Që shqiptarët ta marrin vesh kush është përfaqësuesi i legjitim i Partisë Demokratike. E ka marrë peng zotëri Partinë Demokratike. Pse nuk e bëjnë publik dosjen e Ballukut? Se aty janë telefonatat e vulës. Pra, ky sheshi është kundër aleancës së kullave e vulave. Aty tek Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, që i kanë zgjedhur zoti Berisha, po i marrin me radhë. Kë? Mishlin Burrizi, kryetari një partie tjetër në gjykatë. Është antari i Këshillit Kombëtar. Po, kryetari një partie tjetër në gjykatë. Që ka bërë Partisë Demokratike 2021 me votat që ka hec. Josefina Topalli, kryetare një partie tjetër në gjykatë. Që i ka bërë Partisë Demokratike me votat që ka hequr në 2021. Pra nuk ka lejuar rotacioni politik. Ashtit Patozi me radhë, gjitha këto partitë e vogla, që i Berisha tani i quhen bashkëpunëtor në mbrojtjen e vlerave të demokracisë, a kontribuan zotëri dhe i hoqën 2-3 mandate e Partisë Demokratike e nuk prodhuan mandat për vete? 80.000 flet votimi ishin të pavlefshme. Ti thuaj që ata të futshin tuf me Luli. 80.000 flet votimi ishin pavlefshme. Ata dolën nderuar sepse Lulzim Basha doli nga politika. Shumë s'ka lidhje me dolën nga politika. Po jo, dolën se ti thuaj që ata ti thoshin Lulit urdhësi urdhën. Lulzim Basha thuhet ti dolën nga politika dhe Lulzim Basha kërkoi veting të politikanëve pas realizimit me sukses të dekriminalizimit. Zoti vërtet i beson Lulzim Bashës? Si kam besuar? Edhe tani beson? Ti nuk i besoje dekriminalizimit apo jo? Po të bëri, më fal, e bëri Oert Byluk Bashi, se bëri Lulzim Bashi. Po s'është e vërtetë. Po kjo s'është e vërtetë as pak. Atë idenë e dekriminalizimit. Ata e ka bërë Oert Byluk Bashi. Ata e ka bërë Lulzim Basha. Ata e ka bërë Oert Byluk Bashi. Me thirrje Oert Byluk Bashi. Po kam thirrur debat me mua. Ata e ka bërë Lulzim Basha. Veting politikanëve. E ka propozuar Demokratët Euroatlantik. Lista të hapura. Një zonë zgjedhore Shqipëria. Listë hapur shumë emërore dhe një zonë zgjedhore. Mbështetjet institucioneve kushtetuese. E konkretisht 2 institucione që këta po shkatrojnë. Kontrollin e lartë shtetet dhe Institutin e Inspektoratin e Deklarimit të Pasurive, që janë 2 distributorët e furnizimit me informacion të spakut. Kufizim të mandatit të kryeministrit, zgjedhjen e presidentit nga populli, administratë zgjedhore e depolitizuar, votim elektronik e numërim elektronik. Këto i ka. Cili do jetë fati i protestës zoti Aglaj? Këto i ka kërkesa sheshi në bulevardin Dëshmorët e Kombës. Cili do jetë fati i protestës? Doli protesta, nisi. Se po shkon sot është data 60 ditë gjë, 2 muaj.
Dje 60 ditë. Se ka filluar në 30 maj. Po, 60 ditë. 60 ditë dje. 2 muaj. Po, 2 muaj. Cila është e ardhmja e protestës? Pyetje të drejtë për drejtë dhe përgjigje të drejtë për drejtë. Cili ishte fillimi i protestës? Jo, fillimi ishte jashtëzakonshëm. Po, po. Cili ishte fillimi? Jashtëzakonshëm. Po, çfarë si cilësoi Rama? E lëm atë sa është historike. Po jo e lëm si do. Iranian, slav. Okej. I dau shqiptarët. Okej, ajo. Jo, po kjo është problemi. Po jo, është problemi që cila do jetë e ardhmja e protestës. Rezultati i protestës është i jashtëzakonshëm. 2 muaj Shqipëria në faqet e para të çdo media kryesore në botë. Do media kryesore në botë. Për mirë. Kur e transmetonte edhe revista People, e transmetonte live në faqen e saj. Për protest qytetare. Dhe çfarë bëri kjo? Institucionalizoi protestën qytetare, pavarësisht përpjekjeve të segmenteve, të ndonjë partie, e të vetë Berishës për ta kapur protestën për interesat e veta, nuk ja ka arritur. E kapi ditë, e çkapet ditën tjetër. Ajo që ndodh te parlamenti janë këta protestues apo janë të PD-s? Se kjo është akuzë. Po çfarë PD-s? Në cilin vend të botës, opozita ka frikë të hyjë në protestë. Vetëm këtu në Shqipëri. Dhe se PD-ja ka frikë të futet në protestë? Po pse s'u fut protestë? Ku? Te parlamenti thotë? Te parlamenti do të shesh. Pse s'vjen PD-ja? Shkojnë deputetët Ku? Po delin se bëjnë një foto dhe ikin. Hajde aty zotë në ballin. Ende ti ke qenë ballin? Absolutisht. Po për çdo ditë aty nuk kemi mua. Për çdo drejtë kamerën e emisionit. Të dëshiroj ku jam. Për çdo ditë, mos jam për protagonizëm aty. Më kanë kërkuar edhe ta marr fjalën se kam marr. Pse se ke marrë fjalë? Pse ta marr fjalën unë? Tani përgjigje të lutem pyetjes time. Cila është e ardhmja e protestës? E para do vazhdojnë ngushtë? Po tjetër. Se sezoni politik mbaroi. Po do vazhdojnë ngushtë dhe në shtator. Do vazhdojnë ngushtë. Po jo, shtator mendoj që të jetë më riorganizuar. Po pra do të jenë më. Po cila është e ardhmja në kuptimin se çfarë do ndodh? Po s'po më lejon për të shpjegoj. Ti bën vetëm pyetje cila është ardhmja. Çfarë realizoi protesta? Po lërë që realizoj, që do realizoj? Çfarë do realizoj? Ka diskredituar 2 personazhe. Po mbaroi ai diskreditoi tani cila është e ardhmja, si do të përfundojë, se ka një dhjenë. Si ka një? Ka një fund, domethënë. Cili është fundi? Ta shohim pra. Ta shohim, shkojmë ta bëjmë. Jo ta shohim ta bëjmë. Ta shohim fundin. Ta shohim. Po ti s'di asgjë? Unë di. Atë për ta mbyllur këtë pjesën politike, po flas zoti Rama, është në vështirësi si kryeminist? Po sigurisht. Rama u përpoq të bënte ndryshime në qeveri. Po. Si bëri dot. Do përpiqet. Po si bëri dot sepse 6 ministra i ka bela aty. Si ishte do të asjere ke fjallën? Po sigurisht. Ai po përpiqet bëjnë një kompromis. Me kë? Po me këto grupet pra. Të bëjnë një qeveri tjetër dhe s'po e bën dot. Do ka një tentativë me 25 gusht. Ja do ta shohim. Ja, gushti këtu, ç'e thuhet. 25 gusht? Po 25 gusht. Se ç'është 25 gusht? 25 gusht do ta thras. Do bëj një përpjekje tjetër Rama, do ti shoh. Po jo, ne thuaj këtë tani, ne jep të lajm tani. Ti ke informacione? Po s'kam informacion. Rama ti do bën ndryshime në qeverinë 25 gusht. Po do përpiqet të bëjë ndryshime, sepse nuk e bëri. Ato që u menduat ti bën, do si bëri dot. Sepse po ajo Besa. Futet e Besa. Si them unë, e di si i thashun këto ditë? Juristët nga Veriu, gegët, thonë që kur doli shkresa, iku Besa. Pra, pas 35 vitesh. Po? Kryeministri i Shqipërisë kërkon besë. Të heqim 2 paralele me zotin Berisha, me qenë se janë ortak të hajnis. Se me tha njëri mua, ku je nda me Sali Berishën? I thashim nda tek hajnia. Je ndar te hajnie? Po në hajni. Te vjedhja? Te vjedhja, pra. Ose ma i du. Çka ka vjedhur? Po çka ka vjedhur? Kretë pasurin shqiptare ka vjedhur. Berisha Rama, nga Velipoja në Ksamel, ultësirën perëndimore me oligarkët që i kanë prodhuar vetë, i kanë vjedhur Rama dhe Berisha. Njëri e ka me katin e Gërdecit, tjetëri ka Zvernecin. Njëri e ka Riollin, tjetëri ka Ksamilin. Se edhe rimon kjo, njëri ka më katin e Gërdecit, tjetëri më katin e Zvernecit. Ua sa e bukur ka. Tani, njëri ka falë 6.000 det, tjetëri ka falë 6.000 det. Dhe kryeministri Mickovski, Micetashi, si më falë, tha, ne kemi fesë sot, se jemi shtuar 6.000. E tha, apo se tha? Po. Tani, Berisha shkon në fushat ditën e Vërnjëpirit, të Belerit në Greqi. A ka shkuar ditën e në 17 shkurt. Pra, Beleri sot, që e kanë prodhuar Berisha dhe Rama, thot, është dita e dinitetit
shpallja autonomisë Varjepirit, se i studiu si Mirfield Zotri. Ore, po si ka mundësi, jo ç'a thot Beleri, po si ka mundësi e mbështet Berisha? Po pret vetëm. Po se kam kuptuar asnjëherë këtë. Beleri thot, unë kam detyrë helenizimin e Shqipërisë. Helenizimin e Shqipërisë? Po, jugut, Shqipërisë jugut. Dhe të marrës, pra djepit Labris. Qendrës gravitetit shqiptar e ka Beleri, që ka në shpinë dënimin për dënimin e simboleve kombëtare, që është pjesë e grupit terrorist, që është antar i bandës vrastare në masakrën e Peshkëpis. A janë të dhimbshme këto? Berisha i ka falë varrezat e Kosinës grekëve, e i quajnë varreza greke. Tani, njëri e ka shok Mitsotakisin, tjetri e ka shok Mickovskin. Dakor? Njëri e ka Dyshemishtin, tjetri e ka Thethin, tjetri e ka Valbonën. Valbonën kush e ka? Kthehem të besë, të dy. Çe ka Valbonën? Të dy kanë, njerëzit e vetë kanë ato. Kur u futen me shem banesa, me shem objektin Valbonën, sa objekte në shem? Janë shem oligarkët? Asnjë. Asnjë, ë? Asnjë zotëri. Po ku janë shembull? Njerëz të thjeshtë. Po dy të njerëz të thjeshtë. Sa për të thënë i shemën, asnjë nuk është shem. Dhe tani ty Rama u kthye në vendin e krimit, në Theth. Tha, do bëjmë paketën e maleve. Tash e kemi parë teatrin parlamentar zotëri? Kur miratu buxheti i shtetit, çfarë bën opozita? Flakatan Molotov, votim, iku buxheti. Kur miratuan zonat strategjike, investimet strategjike. Po. Çfarë bën opozita? Të njëjtën gjë. Kur u miratu ligji i zonave të mbrojtura, çfarë bën opozita? Të njëjtën gjë. Flakatan dhe ata i miratonin. Dhe kur erdhi paketa e maleve, opozita nuk shkoi fare. Tani opozita, kjo opozita e shqitur, thot ato janë kauzat tona dhe i kërkojmë kthimin e ligjit paketës maleve. E di çfarë do të thotë paketa maleve? Paketa maleve do të thotë unë ende jam banor i shtëpisë time, e tokës time atje në Alpe, dhe du të bëjmë bashkëpunar me ty që vjen nga Tirana për të bërë investitor. Dhe kjo është besa. Në fakt, Rama po i thot Berishës, a bëjmë një beslidhe të re? Pavarësisht se drejtohet popull. Dhe nuk është bes, pa është beslidhje, ë? Beslidhja anti-SPAK ishte. E trekëndshit Bermudës, tani është beslidhja e Ramës me Berishën për një marrëveshje të re, pra besa. Institucioni i besës. Dhe pas 35 vitesh, kryeministri dele kërkon besë. Paralelja me Berishën. Berisha në vitin 1995 kërkoi besë për kushtetutën. Me jep një besën. Kështu tha? Absolut. S'më kujtohet. Ti s'kujton asgjë. Po ti kujtoj unë. Jo, s'më kujtohet asgjë. Unë kujtova gjithë këto gjëra ty. Unë kujtova 10 tropojan këtu. Berisha tha. Po s'më kujtohet. Kur e ka thënë? Kur erdhi në Tropoj apo? Në Tropoj dhe sa i erdhi në shkollë. Në shkollë gjithë. Do të thënë erdhi në Tropoj dhe tha kërkoi besën për kushtetutën? Po pa diskutim. Të njëjtën fjalë përdori? Të njëjtën fjalë. Prit tani se kjo që është shumë e bukur. Të njëjtën fjalë. Do të thënë Berisha kur donte të ndryshonte kushtetutën, të bënte kushtetutën në the5-ën, në fushatën që ndërmori në gjithë Shqipërinë, i kërkoi tropejanëve besën. Po, pa diskutim. Dhe tani mbas 31 vjetësh e kërkon Edi Rama tani. Po. Unë kam bërë një shkrim, zoti Qafoku, besa, kanuni, kushtetuta, atdheu, demokracia, shtetis drejtës, kodi i nderit. Dhe ke vënë këtë fakt? Dhe ke bërë një analizë. Dhe ke bërë një fakt? Absolutisht. Unë jam vleri i fakteve. Atëherë e ke duar trokitur Berishën atëherë në the5. Si e kam duar? E ke duar trokitur. Kur erdhi për kushtetutën. Po kush se ka duar trokitur Berishën? Unë se kam duar trokitur. Po pse se ke duar trokitur Berishën? Absolutisht. E ke duar trokitur. Jo. Po ne dy zgjidhje kishim. Kë kishim? Po, dy zgjidhje kishim. Berishën, po, dhe Partinë Socialiste. Po, Nana Luxemburg. Po, Berisha e uzurpoi. Jo, Nana Luxemburg. Po Nana kishte njerëz të jashtëm. Po kishte jashtëm, pse kishte marrë fund? Prit tani. Berisha erdhi me devizën bashkëvujtës. Populli e kundërshtoi. Berisha erdhi me devizën bashkëvujtës bashkëfajtor. Kjo është vrasje sinqelizë e demokracisë. Ti ishe dakord me këtë? Po si isha unë dakord me këtë? Po si isha fuqia? A kisha media unë atëherë? Është një gjë i vetëm. Unë si një njeri atëherë. Unë vi sa vjet ka qenë i ri atëherë. Unë vi zotëri nga 31 vjet. Unë vi zotëri nga stresat e përsekutura. Po, na e ke treguar historinë. E kam treguar historinë edhe nga nana, edhe nga baba. Ja e ke treguar historinë. E kam treguar historinë që mos zgjatemi. Pra, bashkëvujtës bashkëfajtor.
Jo, oke vuajtur, s'ke vuajtur. Ligjën 7501, Berisha nuk e abrogoi ku erdhi në pushtet. Bërë dhe përpatetimin me letrat me vlerë, dhe u dha këtë pasuritë bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Kërkoi edhe besë për kushtetutën, lejoj edhe piramidat. Ajo në to gjitha. Tani, në vigjilje të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, diku më 12 tetor, pra të vitit 2012, kur Berisha është kryeministri i Shqipërisë dhe Flamur Noka është ministri i brendshëm, dy ishte të burgosur politik digjen me benzinë. Vetë digjen. Vetë digjen. Dhe vdesin. Në bulevard. Po, njëri vdiq. Lirak Beko, jo të dy kanë vdekur, njëri më vonë pastaj. Lirak Beko dhe Gjergj Ndreca. Se vdiq dhe Po, Lirak Beko dhe Gjergj Ndreca. Vdiqën? Pra, si shej, se të dy vdiqën edhe si shej, po? Si shej, si reagim, si reagimi, si revolt e brendshme ndaj zotit, ndaj sistemet. Tani, të kthehemi në kohë, a është babai i Edi Ramës që ka firmos ekzekutimin e Abzinelës? Edhe pak ditë kemi për vitorin. Jo, këtu ka një abuzim këtu. Se ka një. Ka një abuzim. Firma e Krisaq Ramës është një nga firmat e sa ishte 7-8. Po për 7-8. Po jo, pritani. Dhe ne nuk mund të themi që se e ka kështu zoti Berisha thotë që ai e dënoi, ai e shkatoi. Ai është firmtar. Po ishte një nga 7. Një nga 7 pra. Se ishte këshill prezidencial. Po pra një nga 7. Një nga, po e pra po. Ai është firma. Firma është e tij. Po pra. Firma është e tij. Është një nga 7 dhe ajo është mbasi është dhënë dënimi me vdekje. Po e ka dhënë zonja. Është dhënë dënimi me vdekje. E ka dhënë zonja Diana, si ka ajo? Ku cilat janë? Diana Çuli. Ku e ka? Ja, se ka ekspertizën. Ekspertizën. Edhe ty ta kishe dhënë ekspertizën do ta bëj. Le, është tjetër histori. Mirë, do ta bëj, po si do ndihesh sot? Po e ka thënë, ka shpjeguar. Edhe këtu në këtë studio ka shpjeguar. Tani s'kemi dhe shumë kohë, do flasim për çikon tani, Tani edhe këtë dy të këto fjalë kanë të mbyllur. Po shumë shpejt se tani këta dy. Po i bie nga tropoja sot. Shumë gjatë po i bie. Këta dy janë bashkë pra. Okej. Efekte, 100 tërë efekte. Ka njëjtin stil. Tani vinte çështja kryesore që ti e ke dhe për zemër dhe je më kompetent. Po. Okej, je dhe më kompetent. Tani, si e situata radh parë një herë me drejtuesit e OÇK-s në Hag, sepse në 16 shtator jepet vendimi. Të paktën kështu është lajmërimi. Po, me 16 shtator. Me 16 shtator do jepet vendimi. Një vendim i stërgjatur se edhe në bazë duhet ishte dhënë përpara. Duhet ishte dhënë përpara, shtyn pastaj edhe 2 muaj. E pa imagjinueshme. Cilat janë informacionet tua? Si janë informacionet? Dalin. Kush do dalin? Ushtar. Të katër? Pa diskutim. Jo se Astrid Tuskaj tha, në tjetër me qeliu tha, ato janë teori konspirative. Që tha që del. Po, ato janë teori konspirative, 2 dalin, 2 besin. Zotëri, ata janë të akuzuar 4 vetë për ndërmarrje e përbashkët kriminale, në kundërshtim me ligjin universal të drejtave lirive të njerëzit. Jo, s'ka përgjegjësi penale kolektive. Absolutisht po. Por tani mos bën gjykata në një marifet nga këto. S'ka që bën gjykata marifet. Prokurori si ka arrestuar ata, Jack Smith, ka ngritur akuzë kundër Donald Trumpit. Senati amerikan kërkon arrestimin e Jack Smithit. Po kjo është. Edhe Donald Trumpi kërkon. Kjo është gjë më e rëndësishme që ke thënë në intervistë Azgan, bile dua ta thuash edhe një herë këtë që ata që na ndjekin. Senati amerikan kërkon arrestimin e Jack Smith. Prokurori që arrestoi Hashim Thaqin dhe 3 tjerë e OÇK-s. Po. Për gjithë ju që na ndiqni, duhet të jemi të qartë se ke thënë një gjë shumë të rëndësishme. Dhe Donald Trumpi ka kërkuar të njëjtën gjë. Mirë, po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar të hiqet çdo financim Hagës, sepse ka të kaluar çdo lloj limiti të qëndrimit e konkretisht të qëndrimit ndaj ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Pse nuk duhet të dënohen ata? Jo pse dëshirojmë ne. Po sigurisht. Por Hashim Thaçi e ka firmën në Rambuje. Hashim Thaçi e ka firmën në shpalljen e pavarësisë, në proklamatën e pavarësisë. Po proklamatën e pavarësisë. Që të katë këta janë shtetarë. Se kanë qenë ministër Recep Selimi, ka qenë kryetar kuvendi Jakub Krasniqi, kryetar kuvendi Kadri Veseli, ka qenë president e kryeministit Hashim Thaçi. Ka qenë edhe president dhe kryeminist. Edhe kryeministër, pra janë shtetarët e Kosovës në akuzë. Janë ish luftëtarët më të lartë të shtetit. Janë ish luftëtarët në akuzë dhe UÇK-ja ka patur një luftë akord me NATO-n. Ka një libër Wesley Clark. Thotë të bësh luftë moderne. Flet
për kontributin që ka UÇK-ja në betejat me ushtrit slave në mal, që i nxjerr në fush, zbuluar, për t'i bombarduar. Në qoftë se lirohen të katër këta, sipas asaj që ju thatë, ndryshon politika në Kosovë? Po diskutim. Si? Ja për shembull si ndryshon politika në Kosovë. Gje ishin u entuziazmove fare me këtë, driti fytyra për këtë. E di pse? Pse? Gje ishte përmjetori i 25 i luftëtarit, generalit të 3 luftrave, Tahir Sinani. Dhe tani, Tauland Balla e shpall mercenar. Dhe pastaj thot Tahir Sinanaj. Gje i bën ceremonin Albin Kurti Tahir Sinanit. Dhe Albin Kurti çfarë s'ka thënë për UÇK-n? Po ky Tahir Sinani, një nga burrat më të shuar të Malcis Gjakovës, stërnipi i Sokolit, generali i 3 luftrave, a ishte i UÇK-s? Po sigurisht. Po atër Albin Kurti për çka po e bën? Për çfarë bani përmjetorin gjë? Dhe nuk shkoi asnjë nga organizatat e veteranëve të luftës, dhe nuk shkoi asnjë bashkëpunim. Po aty si ishte Fatmir Lima, nuk ishte Ali Ahmeti, nuk ishte kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës Niku Çati, sepse s'kishin si tishin ata. Që në shumë rënd kjo, që nga skandal. Po nuk ishte vëllai. Skënder Sinani në ceremoninë. Po dhe si do ndryshoj politika? Dhe tani për inat të tij, për inat të Rams dhe të Tauland Ballës, Albin Kurti vetë i bën organizimin. Jo, si do ndryshoj politika tani? Se lirohet Thaçi do jetë aktiv në politikë. Po do ndryshoj politika. Ikën në Albin Kurti, thotë? Albin Kurti është ikun që tani. Për mua. Ai ka më vërtet ka marr shumicën, por një njeri që punon për Kosovën. Dhe për ta vërtetuar këtë duhet që zotëria të shpërndajë pushtet. Ai do të përqendrojë gjitha pushtetet në Kur shpërndajsh pushtet, çfarë thua? Po pra. Ja, pushteti i Ramës. Përqendrimi i gjitha pushtetet. Super pushteti. Po super pushteti i Ramës. Ja, çfarë po ndodh? Me Ballukën, me Spiropalin e me grupe tjera që i ka brenda aty, që do i plasin kështu. Pra është çfarë dika, kur çfarë dika pastaj ajo është për thënë. Edhe Albin Kurtit. Po pse ndodhi kjo situatë? Sepse 3 partitë, PDK, LDK, AAK, duhet të ishin bërë bashkë. Po pra, se dhe ato nuk dhe nuk u bën dot bashkë para zgjedhjeve. E thira ime para zgjedhjeve ishte që të bëhen bashkë dhe të mos mbeteshin thjesht nostalgjik të asaj që çfarë. Do të thënë me daljen e Hashim Thaçit i thuaj që politika në Kosovë do zhvendoset. Jo politika në Kosovë. Po ku? Politika krejt Ballkan. Ballkan. Po, pse ta shpjegoj? Do ndikoj dalja e Thaçit? Po diskutojmë. Ja ta shpjegoj pse. Albin Kurti i ka bërë dëm të madh çështjes kombëtare. E do më japësh disa minuta shtesë se kjo është. Jo, shtesë, se po jemi limit, të lutem shpejt se edhe 2 minuta kemi. Ja, po shumë e rëndësishme kjo. Po kemi 2 minuta, në 2 minuta do të thuash. Albin Kurti i ka bërë dëm të madh zotëri çështjes kombëtare. Ka godit gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ka krijuar Blenin. Po ka prish marrëdhëniet me Amerikën? Ka prish marrëdhëniet me Amerikën. Kjo është më rënd. Ka godit gjuhën shqipe. Ka krijuar Blenin. Edhe ka një prapaktheu është godit marrëveshja Orit me majorizimin, i përhiqen emrat e shqiptarëve në emrat shqiptarë në të tokë dhe përkthehen emrat e Jugosllavisë. Me kombin kosovar duke e mbështetur në prapasken po i bën dëm Kosovës dhe kjo është e tmerrshme që sot në Maqedoninë e Veriut zëvendës kryeminist është Stojkoviçi. Stojkoviçi nuk njeh Kosovën shtet, nuk njeh masakrën e Srebrenicës dhe i quhet heroj luftëtarët e Radërçiçit dhe nuk njeh marrëveshjen e Orit, i cili është mbikëqyrës i kësaj marrëveshje gjasme, pra i ka bërë dëm të madh në Maqedoninë e Veriut, se betejë aty në Maqedoninë e Veriut po bëhet tani. Pse po bëhet? Sepse u kriju bota slave zotni. Ende ne nuk kemi botën shqiptare, sepse kemi përplasjet politikës, sepse kur bëhet fjalë për çështjen kombëtare, politikanët shqiptarë të Kosovës, në Malizi dhe të Maqedonisë Veriut duhet të funksionojnë si ansamën. Rama e quaj hero Abazoviçin. Njeriu që ka pagëzuar marrëveshjen e kishës ortodokse të Malizi me kishën ortodokse serbe. Pra, Rama dhe Berisha kanë prodhuar Belerin, që folën pak më sipër. Pra, ka një platformë inxhinierike për enklavizimin e kombit shqiptar, që do të ishte kundërta, një beslidhje e re shqiptare përballë beslidhjes serbe. Dhe kush i bashkon bashkë? Kush ishte ajo që bashkoi kombin? Kush i bashkon? UÇK-ja. UÇK-ja. Kauza UÇK-s. Pse i bashkoi? Sepse kemi parë mitingun në sheshin Skënderbej në Tiranë, kemi parë mitingun në Shkup. Duhet ishin ata të UÇK-s në protestë? Në protestë ishin në protestë. Po jo, duhet ishin? Sepse zoti Huskaj, kryetari i shoqatës veteranëve
të UÇK-s në Amerikë, tha që nuk është normale dhe s'kishin pse të ishin veteranë të UÇK-s në protestë në Tiranë. A mirë, ka qenë mendimi aty, ne respektojmë mendimin e tij. Pse s'do të ishin? Ata do ishin puna ngatrohen politikën e shtetit. Ata do të ishin në Tiranë, do të ishin në Shkup, do të ishin në Strasburg, siç ishin, në Hagë, në Kosovë 2 herë, por do të ishin edhe në Malzi. Jo, në protestën këtu të mbarkombëtare, këto të flamingove kanë fjalë. Këtu në flamingo? Po. Kanë qenë si individ ata. Jo, ata ishin me ato të UÇK-s, me flamurën e UÇK-s. Mirë, kanë qenë është përdorur në fillim, pse është pastaj. Okej, jemi në fund tani. Tani fundi është ky. Cili është fundi? Me datën 1 shtator. Po, çfarë ndodhi 1 shtator? Do ketë një marshim ku? Në Këm. Ku? Nga Tirana në Prishtinë. Në Këm, në Tiranë, në Prishtinë? Po, në mbështetje të ushtarëve të ushtrisë ligjimtare. Sa zgjat ky udhtim? Sa zgjat? Në Këm? Po. Po si do ecin në Tiranë apo në darkë do flini diku, pastaj? Me ndalesa. Ua, që nga e bukur kjo. 16 shtator. Ky do zgjasin 2 javë. Po, në Prishtinë. Dhe me 16 shtator. Po. Në studia jote. Po. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve në të gjitha trojet etnike. Po, ku të jemi? Dhe në diasporë. Ku do jemi? Të jenë në qendrën e qytetit vet. Ose në qendrën e qytetit ku banojnë diaspora. Në Shqipëri. Për të pritur rezultate. Për të pritur rezultate. Vendimin. Po. Dhe të jetë një popull që është me UÇK. Po patjetër. Një popull pra. Një thirrje shumë vllaznore tepër shqiptarisht me 16. Jo, nga emocionova me këtë dhe të lumë goja, dati 16 nuk besoj që do ketë shqiptari që mos e ketë mendjen nga Haga. Që të mos jetë, jo, që të shesh. Në sheshin qytetit vetë. Po pra. Dhe lus kryetarët e bashkive të Shqipërisë, kryetarët e komunave. Thirrje as nga nakleve. Tu, te kamera këtu. Dhe thirrje. Lus kryetarët e bashkive të Shqipërisë. Po. Lus kryetarët e komunave shqiptare. Tu, te kamera këtu. Po. Kryetarët e komunave shqiptare. Po. Në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë. Në cilën orë? Në orën 10 jepet, ë? Po, në orën 10. Në orën 10 jeni të gjithë në shesh? Po, 10 fillon, pastaj se sa zgjat. Po pra, në orën 10 të gjithë në shesh? Gjithë po i lus për të pritur vendimin e gjykatës Hagës. Që krijon një mundësi me një ekran të madh që gjithë shqiptarët me datën 16 të jenë në sheshet e qyteteve të tyre dhe ata në diasporë në sheshet ku banojnë për të pritur. Një komp pret një vendim. Një komp pret një vendim. Bravo. E mbylli më mirë sa kaq nuk ka. As ganaklet falenderoj. Pafajsi. Një komp pret një vendim, pafajsi. Dhe kjo ishte puntata e fundit e këtij sezoni. Me këtë rast un kam 2 falenderime. Falenderimi i parë shkon sponsorit gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, të Manigram Akinvest. Ju falenderoj shumë për mbështetjen që keni dhënë emisionit Dekalog. Falenderimi i dytë për Dritare TV dhe stafin e saj që mundsoi realizimin e këtij emisioni. Bashkë ne do shihemi në shtator. Publicitet nga orën në Qafoku, mirupafshim, shihemi në shtator. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me Manigram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me Manigram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me Manigram në aplikacionin e reja.